Ministria e Arsimit dhe Shkencës vazhdon të injoroj kritikët e ligjit për arsim të lartë, duke thënë se i njëjti për një periudhë relativisht të shkurtër do të miratohet dhe asesi nuk do të tërhiqet. Për ministren Vesna Janevska, ata që kritikojnë këtë propozim ligj janë një grup i vogël i profesorëve, të cilët kanë frikë se nuk do t'i përmbushin kushtet e kërkuara nga ligji i ri dhe nuk do të avancohen për një periudhë të gjatë kohore. Колко što sam informirana, analizata kažu дека Nuk ndaj mendimin se tërheqjen e ligjit e kërkojnë të gjithë. Janë një grup i profesorëve që kërkojnë tërheqjen e ligjit. Supozoj se në të ardhmen nuk do të mund të përmbushin kushtet që i kërkon ligji. I kanë dy mundësi. E para është që të angazhohen seriozisht dhe të punojnë, kurse mundësia e dytë është që të mbesin në titullin e njëjtë për një periudhë më të gjatë kohore, e më pas kur do të jenë të gatshëm të avancojnë ta bëjnë atë. Me që grupi që kundërshton ligjin është shumë i vogël, nuk mendoj se duhet të bëjmë hap prapa. Janevska mes tjerash njoftoi se një numër i madh i vërejtjeve, të cilat ajo i konsideron konstruktive, janë pranuar dhe do të inkorporohen në ligj. Megjithatë, thotë se disa vërejtje janë hedhur si të paarsyeshme. Paralajmëroi takim për herë të fundit të grupit të punës për përmirësimin e ligjit. Razviva programi za najmlađe. Një pjesë e vërejtjeve janë të paarsyeshme, shembull tek pjesa e llogaridhënies së universiteteve ndaj shtetit ose në ingerencat e Këshillit Nacional, edhe pse aty kemi bërë disa përmirësime dhe lëshime, edhe pse minimale. Këtu ne nuk pajtohemi, edhe grupi i punës do të takohet edhe një herë dhe do të marrin vendim përfundimtar. Numër i madh i përmirësimeve janë bërë dhe shpresoj që të gjithë do të jenë të kënaqur. Megjithse ministri i Arsimit vlerëson se grupi kundërshtues është i vogël, kundër të njëjtit zërin e kanë ngritur profesor, po edhe universitete publike e private, duke vlerësuar se i njëjti cënon autonominë e universiteteve. Për më tepër, tërheqjen e ligjit parasyve të ministres Janevska e ka kërkuar vetë rektori i Universitetit të Tetovës, po edhe dekan e profesor të shumt nga universitete të ndryshme nga mbar vendi.